Kryeministri Edi Rama ka denoncuar Mero Bazen, njeriu që njihet si këllira mediatike apo si gazetari që qel ber për shkak se nga një çorape grisur është bërë një miliarder me vila dhe hotele. Rama ka denoncuar këllirën Baze, i cili përmes kazanit ku shkruan paçavuret e tij tema, ka shkruar të pavërteta në lidhje me familjarët e Ramës, një histori me babain, bashkëshorten apo djalin e kryeministrit. Siç është e vërtet që unë kam akuzuar Timat për marrëdhënie me time shoqe dhe për atësinë e djalit tim, është e vërtet. Është bërë e vërtet. Çdo që të them unë, nuk kanë pasur asnjë rëndësi të gjitha letrat që kanë dalë më parë se si është bërë gjyqi e tjerë, nuk kanë frymëzim. Algoritmi këtë gjë e ka bërë përfundimisht vërtet. Mero Baze është njeriu që ka shkruar të pavërteta në lidhje me historitë e familjes së tij. Këto vërtetohen lehtësisht përmes këtyre shkrimeve në paçavuren e tij tema. Po ashtu dihet që Mero Baze është njeriu që dikur ishte me Sali Berishën dhe akuzonte Edi Ramën se ishte një i çmendur që kishte mohuar djalin e tij, për nënën e tij, për bashkëshorten e tij, punë këllirash, ndërsa sot është pasuruar në pushtetin e rilindjes.